Besoj se qoftë ju, qoftë qytetarët shqiptar, e sotmja nuk është një lajm i ri, asgjë e re nga fronti lindjes. Po kujtoja sot, plot 8 vite më parë, në të njëjtën datë, 18 dhjetor 2017, e njëjta pamje në Kuvendin e Shqipërisë. Atë ditë zgjidhej prokurori i përgjithshëm Arta Marku. Sot pas 8 vjetësh në të njëjtën datë bënte betimin avokati i popullit Endri Shabani, një kandidat për avokat populli i propozuar ekskluzivisht me firmat e deputetëve të Partisë Demokratike, me styre udhëheqës të lartë të asaj që ka mbetur nga Partia Demokratike. E njëjta situatë sot pas 8 vjetësh, ripërsëritur, ka ndodhur të njëjtat pamje dhe në dhjetor 2018, nëse mbani mend. Shqiptarët e dinë se sa herë që duket qartë që protestat nuk kanë frymë, nuk kanë pjesëmarrje, duhet t'i vëmë zjarrin parlamentit që t'na vinë njerëzit në protest. Shqiptarët e dinë fare mirë se kush e udhëheq, kush i jep urdhrat për të gjitha këto imazhe dhe fotografi që i bën dëm Shqipërisë. I pash që sulmuan avokatin e ri të popullit, u munduan ta pengojnë avokatin e ri të popullit të bëjë betimin, edhe pse vetë e kanë firmosur dhe propozuar. Megjithatë, populli shqiptar ka një shprehje të bukur, qend let lejnë karvani ecën përpara, karvani i Shqipërisë europiane ecën përpara. Dua ta përgëzoj sot vendimin e dieshëm të Bashkimit Evropian për të hequr një pjesë të masave sanksioneve ndaj Kosovës, dhe ky është lajmi më i mirë për gjithë shqiptarët. Po e dini, sa herë që Kosova ka një fest, Rruga Europiane e Shqipërisë ka zëvendës kryeministri kërkesa për të arrestuar. Vetëm ta mbaroj këtë. Kemi një marrëveshje bashkë, unë i përgjigjem gjitha. Pra sa herë që Kosova ka një fest, nga 91-shi e deri më sot, Saliu e bën një dëm në Shqipëri. Dhe dëmi i imazhit sotëm lidhet pikërisht me gëzimin e dieshëm për Kosovën. Zoti Balla, Shqipëria si një vend evropian, si ish ministri i brendshëm, si ndjeni ju kur nga hetimet e prokurisë posaçme ka dalë që një biznesmen është marrë peng dhe dyshohet si një punojës policie, ka qenë pjesë e policisë kur e keni drejtuar dhe ju, është i përfshirë në këtë pengmarrje. Keni një koment për këtë Shqipërinë europiane? Unë gëzohem sa herë që Spaku realizon operacione, edhe kur kam qenë ministri i brendshëm, edhe ministër shteti, edhe kryetar grupi, dua mezi prisja sot që të kishim një debat për luftën kundër kriminalitetit, e kishte kërkuar opozita, unë e kisha miratuar me konsensus, por e vërteta është që të gjithë e dim fare mirë se Spakun e mbështet vetëm një forcë politike qartazi, që është Partia Socialiste. Nesër duke i lejuar Spakut të arrestoj kolegen tuaj Belinda Balluku. Se ka një pyetje, po ka një pyetje. Po fal, patjetër unë do i përgjigjem të gjitha. Me qetësi dhe dashuri thoshte di. Si ministri brendshëm, ish ministri një ndërgjegje e mbështes fuqimisht, ju e dini fare mirë, ka qenë prioritet i imi si ministër, është prioritet i zonjës Koçiu si ministre, pastrimi i policisë ka gjithë këta element. Po pastrimi i politikës na thonë. Ta mbaroj tash përgjigja pyetjes tuaj, të pëlqen, kjo është përgjigja. Zoti Noka tani që ju zoti Hoxha dhe tani respekt për esionën. Zoti Balla, pyetja ime është me kaq gëzim edhe nëse do të lejoni që Spaku të arrestoj kolegen tuaj Balluku, sepse ju thatë që mbështetni Spakun në çdo rast. Vlen kjo për krimin apo vlen për politikanët? Kuvendi i Shqipërisë e ka qartazi të përcaktuar gjithë procedurën që do ndjeki, me gjithë klithmat, ulërimat e Gazmend Bardhit. Kuvendi i Shqipërisë, siç e përcakton procedura, nesër fillon procedura. Ne procedurën, nuk dim vendimin politik. Po pse? Vendimin politik. Por e para është që ky është një rast ku Kuvendi i Shqipërisë
do duhet ta kryej procedurën sipas kushtetutës dhe sipas procedurës përcaktuar. Politike zoti Balla. Do i kemi komunikimin dhe për këtë çështje pasi të fillojmë procedurën. Kemi gjë tjetër, gëzuar festat gjithëve dhe ju kameramanëve, shumë mirënjohje se ju bëni punë të madhe. Faleminderit.